Në përvjetorin e 18 të shpalljes së shtetësisë, Kosova ka marrë një tjetër mesazh mbështetjeje nga një prej zërave më të njohur diplomatik amerikan. Ish ambasadori Jeffrey Hovenier ka theksuar se vendi ka bërë hapa të dukshme përpara në ndërtimin dhe konsolidimin e institucioneve, duke cilësuar rrugtimin e drejtanishëm si një histori suksesi. Në një intervistë për Radio Europa e Lirë, diplomati u shpreh se Kosova nuk mund të konsiderohet më një shtet tranzicioni, por një demokraci funksionale që ka ndërtuar themelet të forta të shtetit ligjor. Sipas tij, qytetarët meritojnë vlerësimin për përpjekjet dhe sakrificat që kanë bërë ndër vite për të forcuar pavarësinë dhe stabilitetin e vendit. Megjithatë, Hovenier theksoi se sfidat mbeten të pranishme. Ai nënvizoi se aspiratat për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian dhe në NATO kërkojnë angazhim konkret dhe hapa të besueshëm përpara partnerëve ndërkombëtar. Sipas tij, vendimarrja duhet të jetë e kujdesshme dhe e përgjithshme për të futur mbështetje në aleatëve strategjik. Një theks i veçantë u vendos zëtë dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, procesi ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, ku Kosova duhet të përmbush detyrimet e marra për të ruajtur kredibilitetin ndërkombëtar. Po ashtu, ish ambasadori vlerësoi se zhvillimi ekonomik duhet të jetë prioritet, duke theksuar nevojën për politika që të rriqen investime të huaja dhe krijojnë kushte më të paborshme për sektorin privat, në mënyrë që ekonomia e vendit të bëhet konkurruese me tregun global. Mesazhi i shihet si një inkurajim për rritjet e drejtanishme, por edhe si një thirrje për hapa më të vendosur drejt integrimit euroatlantik.